Jam në shtëpi dhe po shijoj këtë super perëndim që bëhet këtu te balkoni im, është krye vepër. Dhe më erdhi një mendim për një bisedë që kam bë me një të afërmin tim para pak ditësh, që isha në Monaco, gjithashtu para pak ditësh, dhe kur isha aty kam parë ca vajza aq fantastike që nuk di se si t'ja shpjegoj. Ato ishin të veshur me brende të tilla si Alemais, Zimmerman, po dhe disa brende që nuk janë firma me stempa me gjëra, dhe janë brands me shumë gjëra, kishin vendosur ca shallra në kokë, kishin kombinuar me ca çanta me ngjyra dhe u dukshin aq cool, ishin aq vibe dhe unë jam inspiruar aq shumë nga ato sa s'ja merr mendja. Dhe ndërkohë që po i shikoja këto vajzat dhe po i admiroja për sjelljen që kishin, për qasjen që kishin, për vibe-in, për aurën atyre. Ato ishin femra me aura, me super shumë aura. Shkëlqenin sepse ishin të veçanta. Ato bëshin dallim nga të tjerët sepse ato nuk ndiqnin rregullat e modës që ndjekin të gjithë të tjerë, nuk ishin veshur si të tjerë, u dukshin ndryshe, po u sillshin ndryshe dhe gjithçka tek ata po u bënin që unë të tërheqja për t'i parë dhe thjesht për t'i admiruar, dhe doja shkoja t'i thoja sa të bukura që jeni, po thjesht nuk doja t'i bezdisja se ato normalisht ishin në terrazin e tyre, po pinin kafe, dhe nuk e di, me erdhi kjo mendimi për të menduar që këtu në Shqipëri vajzat nuk guxojnë shumë në veshjen e tyre, dhe më vjen shumë keq që unë kur ec nëpër rrugët e Tiranës, edhe kur jam në vendet si në jug, nuk shoh shpesh vajza që guxojnë në veshje për të dukur ndryshe, për të vendosur pikërisht ato shallat në kokë. Nuk është e nevojshme që ne të shkojmë në koncerte apo festivale për të veshur ndryshe, po jemi të gjithë me ato like mainstream styles, duhet të ndjekim njëri tjetrin. Edhe kur e diskutoj dhe me goca që kam përreth meje, më thonë që po nuk i veshim se këtu në Shqipëri nuk na e kuptojnë, ose nuk i veshim sepse nuk duan të stand out, si ta them shit, nuk duan të bëjnë atë, gjithmonë janë duke play it safe, duke vesh gjëra safe, duke veshur çash në modë. Mendoj se ne duhet të guxojmë më shumë. Nuk është e nevojshme që diçka të ndjeki rregullat e çfarë po veshin të tjerët për të qenë e bukur. Mjafton që ti ndihesh mirë dhe nganjëherë ti jesh ndryshe dhe ti jesh e veçantë, ti jesh different nga gjithë të tjerët, është pikërisht ajo gjë që ty të bën special dhe të bën që të kesh aura dhe të shkëlqesh. Kështu që nuk e di, I would love që të shoh vajzat të veshur me fustane, me pantallona, like why not? Ose me gjëra me ngjyra, me shallra mbi një fustani, nuk di si ta perceptoj, po mendoj edhe këto ndryshime duhet filloj që t'i bëj edhe për veten time, që të guxoj më shumë, të vishem më shumë. Unë kam qef të vishem ndryshe dhe ndoshta duhet t'i postoj më shumë këtë gjëra, sepse në Instagram mundohem që të përshtatem nganjëherë veshjet në gjëra që mendoj se duhet të pëlqeni ju, ose çfarë pëlqen audienca ime, dhe në fakt kjo është gabim dhe duhet të vishem pak më siç vishem kur jam në Angli, pak më British style, dhe të guxoj të vishem dhe unë më ndryshe, dhe ndoshta duhet jem unë ajo e parë që ta bëj atë hapin. I don't know si e mendoni ju, nëse keni ju të njëjtë mendim, like, ose mbase të filloj të postoj like outfit inspos, like veshje që kam parë jashtë dhe gjëra që më inspirojnë mua në veshjen ose outfitet e mia, që like ju jap dhe juve inspirimet që i jap vetes time. I don't know, what do you think guys? Kjo është një mendim, ndërkohë që pres gocat më vinë tek shtëpia.